Përshëndetje njerëz, sot du me jau dhonë një lajm të keq, edhe ato jam të menu me mbyll këtë kanal. Qysh erdh puna deri te kjo është se ju që dini ja kena fillu me Ardin bashkë me ba video para disa viteve, e kemi pas si hobi. Kemi ba video në fillim shumë me kera, ai kish kohë, unë kisha kohë. Unë atëhere pa ta marrë edhe Teslën, bëjsha video ma shumë me Teslën, ai bëjke me oldtimera. Do njëherë bëjshme edhe video që më shkrujshit në për komente, i këshyrë në ato video të Hunger Book. A na thëshmi, ato video janë për me grickat, dhe me thonë, edhe në të hongër fara, ose diqysh mi këshirë. Video bëj, kam kanalin edhe gjermanisht, ku bëj video me fmit, me futbol, e kam atë qef me ba video, me pas kamerën, me kap momentet më interesante, me këshirë edhe njerë. E qështu japët me fillu edhe videot me ba shqip. Po, Armendi tha, mo, nuk bon video, u mendova, thash, me nal kanalin, me nal, ose me lan njëherë, nuk pëdi që me spjegu. Për shembull, kur ti marrë edhe këto youtuberat e mëdhej, bajnë 3 muj një video, tani 3 muj s'bajnë, mas 4 mujve prap edhe një video. Po ato miren me tjetër sene, masi nuk bajnë YouTube, ato bajnë TikTok, bajnë Twitch, Trovo, e shka po di qëto tjera sene. Me YouTube momentalisht nuk ka fitim. Unë e kuptoj edhe Ardin, ai tonat mund, tonat sen, njëri duhet edhe diçka me fitu pi munit, për atë munin që e jep. Po masi s'ka fitim, edhe vetëm shtres, u vendos ai me lan, unë nuk po di, hala jam m'hamendje, a me vazhdu me këtë temën, me Teslën, me ju informu shka vinë të reja sene për kerat elektrike në Shqiptarit, them se nuk janë shumë sikur në për Evropë, po do të vjen edhe koha edhe atje, ndoshta kur të bëhat infrastruktura sikur këtu, ndoshta edhe atje përhapën kerët me rrymë elektrike. Nëse i shifni kanalet gjermane, amerikane, angleze, shumë kanala ka që informojnë non-stop për kera elektrike, për çka vinë të reja, vetëm Teslës i ki me mira kanale. Unë thash ta majnë qëtë mënyrë, po moj edhe vloga që thojnë për me hangër fara, ose me këshirë të Hunger Book, me ba me familje, po jam halon në mendime. Kështu që jam pak në dilemë. Do të mendona edhe disa ditë, shka me ba me kanalin. Unë e kam hobi, unë e bëj video non-stop, edhe kështu, mi majtë veç në telefon, jo edhe veç me i postu, po kam video që i majnë në festplatte, që thojnë që anglisht, në hard drive, ose në hard disk, që i thojnë. Edhe nëse e vazhdoj, atë duhet edhe me ndru emnin kanalit, edhe me ndru prapavija sene kreta ato që janë. Pra, 2 sene janë, ose vazhdojna me mu, me Teslën, me vloga, ose e mbyll mi krejt edhe ka që pa 3 vjet, 4 vjet ndokët. Nëse keni nëj koment, nëj motivim, mune me shkru lirisht, edhe me na sha, edhe me na livdu, që ajo kesh ka pata me ju thonë, inshallah na mirë kuptoni, ose mu mirë kuptoni, për çdo vendim që ta do ta marr, edhe mbeteni të përshëndetur, ju rujt Zoti, edhe inshallah shihemi prap, edhe vetëm me të mira.